Mirdita. Sot e kam nis ditën me një mesazh mirënjohje të pakufishme ndaj jush, ndaj të mallit Zot, familjes, dashamirësve, miqve dhe të gjithë mbështetësve në këto 35 vite. Nuk kam fjalim, por unë e di se të gjithë ju këtu, këta gazetar, kameraman që na i kemi të pranishëm, dhe të gjithë ata që na ndjekin, e kanë një pyetje. E kanë. Cili është sekreti i këtij njeriu? Po Belind, pyesim. Cili është sekreti? Sepse unë sot shkruaj ta vjesht, por unë shkruaj edhe pranver aty, ha? Po e lasht për modesti ta quaj vjesht. Ta quaj vjeshtën time. Po. Nuk kam sekret. Është një dhe vetëm një, puna dhe vetëm puna. Edhe një milion.